Nga janari i vitit 2026, të gjithë pensionistët do të përfitojnë rritje mujore të pensioneve të tyre, përveç indeksimit që bëhet çdo vit. Lajmin e dha kryeministri Edi Rama, i cili bëri me dije se skema e re e rritjes graduale është përfshirë në projekt buxhetin e vitit të ardhshëm, tashmë të miratuar nga Këshilli i Ministrave dhe në pritje të diskutimeve në parlament. Në një deklaratë publike, kreu i qeverisë sqaroi se rritja do të jetë diferencuar sipas kategorive, duke përfshirë pensione urbane, rurale, familjare dhe ato të invaliditetit. Pensionistët tanë, përveç se do të marrin këtë dhjetor, bonusin e fundvitit, duke filluar nga janari do të kenë një rritje tani më të shtrirë muaj për muaj, përmbi indeksimin e përvitshëm natyrisht. Konkretisht, sipas kategorive, në fund të mandatit duhet të arrijmë që pensioni mesatar të rritet si më poshtë. Pensioni urban me vitet plota pune të shkojë 40.000 lekë të reja nga 27.350 që është sot. Pensioni urban i pjesshëm të shkojë mesatarisht 22.000 lekë të reja nga 15.850 lekë që është sot. Pensioni rural të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.500 që është sot. Pensioni familjar të shkojë 18.000 lekë të reja nga 11.400 që është sot. Dhe pensioni i invaliditetit të shkojë 30.000 lekë të reja nga 20.000 që është sot. Kryeministri theksoi se kjo është vetëm faza e parë e rritjes, pasi skema do të zbatojë me të njëjtën logjikë edhe gjatë viteve në vijim, duke garantuar një rritje të qëndrueshme të ardhurave për pensionistët shqiptar. Në vitet në vijim, të njëjtat shifra do të dyfishohen për secilin kategorinë 2027, do të trefishohen 2028, do të katërfishohen 2029 për të arritur vlerën e premtuar në qershor të këtij viti, ku shqiptarët na dhanë plot 83 mandate. Përveç rritjes së përmuajshme, pensionet do të përfitojnë edhe këtë dhjetor bonusin e fundvitit, një politikë që tashmë është kthyer në traditë. Sipas vendimit të qeverisë, shpërblimi do të jetë i ndarë në 2 kategori. Ata që marrin pension deri në 20.000 lekë do të përfitojnë 15.000 lekë, ndërsa ata me person mbi këtë nivel do të marrin 10.000 lekë.